produkt i akademisë, do me thonë, unë jam tetor prej moshës 15 vjeçare, dhe me thonë drejtë, ma nuk dihem... Si i hu, ose si i shku. Si shkupjanë. Se ca kem bëjë shumë presion, kupton? Nuk du të thënë që dihem tetovar, po dihem si gjys tetovar, si gjys shkupjan, se jam prej moshës 15 vjeçare, dhe me thonë atje kam fillu akademin dhe sukseset e mia, do me thonë, kanë merit edhe ato trenerat e akademisë, e sidomos drejtori i akademisë ashtu koordinatori Festival Demi Ran Selimi, që jam unë në shkaku, ata janë shkaku që unë jam shkendi, do me thonë, për mu tetova më kanë mi prit shumë mirë, dhe aty kam një banes, aty jetoj. Nuk kupton çdo ditë? Udhtoj, do me thonë, kur kam deshe 2 ditë para lojës, ose të me vështërsi me Vlen Adilin? Po, bashkë me Adilin, aty kemi banes, kemi vendin edhe ku hajmë, po do me thonë, dim shumë mirë, do me thonë, në tetovarët njifën si mikprica, dhe sa i përket shkëndia që shumë ka prit, do me thonë, 2 vjetë kam qëndru në akademi, pas taj moshën 17 vjeçare, më kanë morë në ekipar, bas 6 muajve mu ka bo kontrata profesionale, dhe jam shumë i lumtur dhe besoj që tjetëri sezonit që vjen, pse jo mos ta dëshmoj më shumë vetëm, më shumë minuta.